4 vjet kemi pasur 19 zyrtarë që janë arrestuar për çështje korrupsionit. 19. Shumica prej tyre janë me një operacion të fshehtë që kemi bërë. Mu po më intereson mandat juajn, sa doganjer janë arrestu. Në këtë aspekt kur po të ves, po të them që mirë është nëse s'ki pas të arrestum. Në fakt na e dim që ndodh, mu po më intereson sa rigoroz jeni ju si drejtori i doganës, sa masa disiplinore i ki marrë ndaj doganjerëve, sa raste i ke, sa të arrestumi ke për korrupsion. E vërtet që gjithkund bëhet ka korrupsion. Unë veç nuk isha dasht që piktura e krijuar me qenë korrupsioni. Vlera dominojnë. Njëte, po kallëzëm që shpe luftan. Besom jeta që vlera dominojnë, se po ka shumë Ani vlera dominojnë. Sa njerëz i kishtë në burg që i kënë zonë me korrupsion? Sa je që 4 vjet drejtar? Që 4 vjet kemi pasur 19 zyrtarë që janë arrestuar për çështje korrupsionit. 19. Shumica prej tyre janë me një operacion të fshehtë që kemi bërë. Okej, 19 të arrestu me një operacion fshat. Sa persona i kemë procedura disiplinore gjatësi mandatit parë? Procedura disiplinore. Procedurat që inicohen shpesh përfundojnë pa gjetje. Janë 83 raste që janë inicu, po jo të gjitha rezultojnë me gjetje. Ajo që unë kisha me cik është që i kemi 8 raste, 8 raste i kemi të degraduar, që e kanë nuk gradën, për shkak se kanë vepruar në mënyrë jo profesionale. Jo të gjitha janë korrupsion, po qoftë prej neglizhencës, qoftë prej sjelljes jo të mirë ndaj palëve në forma ndryshme ose ka bërë dëm në imazhin e doganës. A ke raste që ke dërguar prokurori për shkak të dyshimeve për përfshirjen korrupsion? Të gjithë këto 19 raste janë të gjithë në prokurori. Të gjithë janë prokurori e kemi 22 veç ka dal. A i keni dërgu ju, a janë inicu për jashtë? Kënë duhet me falenderu? Suksesi prokurorisë a juj? Për 10 raste tona, ne normal. Një koka i prokurorisë? Jam me qenë i policisë, nuk jam shumë kreti sigurt. 10 raste janë prej hetimet tona. Normal, ne bëjmë hetimet me autorizim të prokurorisë.